sallallahu alaihi wasallam, I cili ka qenë mësuesi për mbar njerëzimin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Te o Muhammed ke ardhur si mëshirë për mbar njerëzimin. Ditën e xumës është e preferueshme të vizitohen nëse kemi kohë familjarët tonë, akraballakun. Prindrit të gëzohen me ndonjë dhuratë, pse jo? A din që u çesh prindërve ndonjë dhuratë. Ditën e xumës normal shkohet falet xhumoja në xhami me xhamat, imami e mon hutben ose ligjëratën, ku marrin pjesë pra xhamati dhe imami. Xhamati ndëgjojnë ligjëratën nga mësuesi i tyre, imami, e cila ligjërat I inkurajon për gjatë gjithë javës, që ata I motivon ata që ata të bëjnë punë të mira në shoqërinë, mjedisin dhe rrethin ku ata jetojnë dhe veprojnë. Në ditën e xumës preferohet pra pastaj të gëzojmë ndonjë të varfër, ndonjë jetim, pse jo të ushqejmë edhe kafshët, se është obligim edhe ato I kena amanet, për shembull ushqimi I mocave ose qenve ose shpezve. Në kohën e Umerit radiallahu anhu, ka qenë kalif I besimtarëve, thuhet se ata kanë marrë ushqim, ja u kanë ndreq vendet nëpër male, edhe shtazë, ja u kanë lënë ushqimin, ata kanë shku kanë hungur aty. Edhe kur nuk ka shku turisht mi bë dëm atje, sepse kur ja ka çu ushqimin ai është ngop. Ai kur është ngop s'ka shku më ja prek mbrapa atje, më bë domin e madh. Sepse kur hin mbrapa ai mundet me dëmtu se është shtaz, nuk din çka bën. Kurse kur ja lën ushqimin ai ngopet edhe rën atje nalt, nuk zbret poshtë. Prandaj ata kanë menduar edhe kanë pasur rahmet të madh. Pse? Inna rahmetallahi qarib min al-muhsinin. Zoti ka thënë Kur'an, rahmeti I Zotit është afër bamirësve. Aty që bojnë mirë. Me çka me bë mirë? Me kafsh, me njerëz, me mjedis, mos me shkatru pemt, mos me prish pipat e ri, pemt e reja. Sham na dim mesin ton si popull, si treu, si popull shqiptar, njerëzit që kanë prej pemë, për shembull, nuk kanë përfunduar mirë. Se aty ka edhe fidona të ri. Për shembull, sepse në perëndim, për shembull në Austri ose në Gjermani, janë pemt, po bin ato thota që prishën, edhe shteti I çon edhe veç ato që janë thota do të më I marrë dhe mi paketu, mi rregullu, edhe ato mund me u shfrytzu për pilet ose për djegje ose forma ndryshme. E ti nuk guxon me prej një pemë, sepse ti nuk mund e din sa vjet I ka, a është I dëmtuar, pra edhe ka rregullore edhe në premin e pemëve. Kështu që nuk bën sepse mundesh me prej në filistri. Edhe ai vjen sikur ti me prej në fëmijë të ri, vogël. Sepse ai sikur fëmia, pema. Ajo është liron, domethënë oksigjenit, dioksid karbonit. Bëhet kurban I joni, kurban për këtë botë. Pema. Sa e bukur është, sa e mirë është, pra ajo është liron oksigjen